Çfarë mendoni se ka ndodhur dje në atë banesë? Nuk mund të flas dot drejt për drejt sepse janë organet e hetimit që ta zbardhin. Ndoshta edhe nga eksperiencat e mëparshme që mund të kenë ndodhur në shpërtimin e bombleve. Mund të jap një mendim thash, po të gjithë dinamikën e asaj vatre zjarri apo atij shpërtimi që ka ndodhur në Shkodër, do të dalë grupi ekspertëve që do flas për mendim. Patjetër. Mendoj nga të gjitha këto që dëgjova, nga çfarë të kam dëgjuar nëpër media, në rast se familja ka qenë emigrante, jashtë dhe ka ardhur në moment aty, dhe kjo bombël gazi, për mendimin tim, mund të ketë pasur pak gaz, dhe se nuk duhet ta përmend edhe për viktimën e ka përdorur, ajo ka sjellë këtë pasojë, për mendimin tim. Po janë grupet e hetimit që ta nxjerrin konkluzionin e shkaqeve të zjarrit. Se mund mos tjetë edhe nga jo. Po përsa i përket bomblave të gazit që vendosen në makina, ka rrezikshmëri? Pra automjetet me bombull gazi? Këto kanë ndodhur shumë rrallë. Shumë rrallë, sepse janë të çeftikuara dhe vinë të gjitha automjetet që janë me pajisjet me bombën e gazit. Me bomblën e gazit. Nuk ka ndodhur shumë rrallë. Dhe edhe karburantet janë të çeftikuar për të mbushur këto lloj bomblash. Dhe për të montuar në automjete. Prandaj e thash edhe pak më lart që nuk duhet të mbushen bomblat e përdorimit shtëpiak nëpër pikat e karburanteve. A duhet që çdo familje të ketë edhe një fikse zjarri dhe detektor tymi në shtëpi? Pyetja është me vend. Do të ndihmonte? Pyetja është me vend. Këshilla ime do të ishte për të gjitha familjet që përdorin gatime me gaz, janë detektor gazi, që detektojnë rrjedhjen e gazit. Do ishte shumë efikase ta kishin në shtëpi. Patjetër edhe një fikse. Dhe të marrin trajnimin e duhur për përdorimin e fikses. Se përdorimin e fikses në banesa është pak i vështirë. Jo ta përdorin atë gjithë. Nuk përdoret nga të gjithë? Jo nga të gjithë, sepse duhesh i trajnuar për të përdorur fiksen e zjarrit. Por po të ishte një person i trajnuar dhe ta mande nuk ka asnjë problem, sepse problemi i zjarrit është vatra fillestare. Po. Dhe në këto raste, për bomblat e gazit, apeli im është mbyllja e ventilit. Ajrosja e gjithë ambientit të shtëpisë,